Krimtaria poetike lirikut njohur Korçar të Ndjerit Skënderusi vjen për lexuesin me një dimension të ri përmes promovimit të vëllimit poetik dy gjuhësh Kthema Ajrin, një përmbledhje me poezi të zgjedhura në gjuhën shqipe dhe atë rumune. Gjatë ceremonisë realizuar në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin Fanolit Korçës, studiues, krijues e pedagog vlerësuan figurën dhe veprën e Skënderusit, duke cilësuar atë nga zërat më të ndjerë të veçantë të poezisë shqipe bashkëkohore. Sipas tyre, botimi dy gjuhësh përbën një urë komunikimi mes dy kulturave dhe një mundësi për njohje ndërkombëtare të vlerave të poezisë shqiptare. Botuar nga Onufri, libri sjell një pjesë të spikatur të krimtarisë së poetit, duke bërë atë të aksesueshme edhe për publikun rumun. Poezitë janë përkthyer nga përkthyesi i njohur rumun Marius Dobrescu, i cili prej vitesh ka dhënë një kontribut të çmuar në afrimin e letërsisë shqiptare me lexuesit rumun. Përkthyesi rumun u vlerësua me certifikatën e mirënjohjes së universitetit. Për kontributin e jashtëzakonshëm në përkthimin e letërsisë shqipe në gjuhën rumune, për promovimin e pandërprerë të kulturës shqiptare përtej kufive kombëtar dhe për veprimtarinë e tij shumë vjeçare si ambasador i dialogut kulturor shqiptaro-rumun. Skënderin e kam njohur ndërmjet mikut tim Pandi Bello, duke punuar në bibliotekën kombëtare të Bukureshtit, kam shprehur dëshirën ta vizitoj edhe bibliotekën e Korçës. Edhe Pandi më çoi ke biblioteka, ku e takova dhe njoha Skënderusin. Edhe Skënderi sa herë që shkoja atje, kishte raki rushi në zyrë, atje në ashtu, edhe pinim të tre dhe flisnim për poezin, për aktivitetin e tij, për ashtu, pa te i kaluar masën e zyrtarit. Isha shumë i nderuar atëre kur Edisi më propozoi ta përkthejmë së bashku poezinë e Skënderit, sepse Skënderin e kam pas shumë të afërt dhe e bëra me shumë dëshirë, e bëra me shumë dashuri, sepse ai vetë ka qenë një njeri shumë i mirë, shumë i mirë. Promovimi i vëllimit Kthema Ajrin u vlerësua si një ngjarje e rëndësishme kulturore, që vetëm nderon kujtimin e Skënderusit, por edhe zgjeron hapësirën e dialogut letrar mes Shqipërisë dhe Rumanisë përmes fuqisë universale të poezisë. Aktiviteti erdhi nën kujdesin e djalit poetit, pedagogut letërsisë Eris Rusi. Iar după 100 de ani revin aici pe țărmul mării, tu vii discret ca o sirenă, mă săruți ca pentru un secol. Apoi din nou dispar și nu știu unde, în ce adânc te vei ascunde.